Ministri i Brendshëm Zenun Pajaziti tha sot se institucionet do të shtrinë autoritetin e tyre në tërë vendin në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ministri Pajaziti tha se strukturat paralele që veprojnë në veriun e vendit, përveç telasheve që po u shkaktojnë institucioneve vendeve se dhe ndërkombëtare, po izolojnë vetë popullatën serbe duke penguar integrimin e saj. Nga Prishtinë njofton korrespondenti Besim Abazi. Ministri i Punëve të Brendshme Zenun Pajaziti akuzoi sot strukturat paralele në veriun e vendit për izolim të popullatës së asaj pjese. Ai bëri këto komente gjatë një takimi me gazetarë në cilën paraqiti dukjen e letërnjoftimeve të reja me të cilat do të pajisen qytetarët e vendit. Ai tha se institucionet po përmbyllin procesin e pajisjes së qytetarëve me dokumentet civile të Republikës, duke u bërë thirrje të qytetarëve të komunitetit serb që të shfrytëzojnë këtë mundësi. Pjesëtarët e këtij komuniteti të mbështetur nga Beogradi kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe nuk i njohin institucionet e vendit. Veri i Kosovës është skenë kundërshtimeve të ashpra ndaj pavarësisë. Ministri Pajaziti tha se veprimi i strukturave paralele në veriun e Kosovës po dëmton në radhë të parë interesat e qytetarëve të asaj zone. Mekanizmat e tilla që veprojnë atje e kanë izoluar popullatën në veri dhe si pasojë ka tendenca të krijimit një ambienti që është i përshtatshëm vetëm për krimin. Ne jemi dakordu edhe me institucionet ndërkombëtare që të bëjmë aktivitete më konkrete për sa i përket luftimit të krimit, kontrabandës e tjerë në atë pjesë. Ministri Pajaziti tha se institucionet e Kosovës të shtrinë autoritetin e tyre në tërë vendin për shirë dhe veriun e trazuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës. Ne bashkë me bashkësinë ndërkombëtare po punojmë me i instalu të gjitha mekanizmat tona legjitime të Republikës Kosovës. Kemi një mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, po shifet se edhe Beogradi zyrtar ka interesim të funksionimit normal të asaj pjese. Por përfaqësuesit e komunitetit serb nuk pajtohen me shtrirjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës edhe në zonat e banuara prej tyre. Qindra pjesëtarë të policisë nga radhët e këtij komuniteti refuzojnë të përgjigjen oficerëve shqiptar, ndërsa një pjesë e tyre janë pezulluar nga puna por vazhdojnë të marrin pagat nga buxheti i Kosovës. Ministri Pajaziti tha se ky vendim ishte shprehje e vullnetit të mirë për të lënë mundësi atyre që të kthehen në punë, por kjo sipas tij nuk do të zgjasë pavëndësisht. Autoritetet po bëjnë përpjekje për rivendosjen e të shërbimit doganor në veriun e vendit ku tash 6 muaj me radhë nuk funksionon ky shërbim. Protestuesit e zemëruar serb dogjen postat kufitare pak ditë pas shpalljes së pavarësisë, duke nxitur shqetësime edhe për shtimin e kontrabandës në atë pjesë të vendit. Policia ka filluar vendosjen e kamerave për vëzhgimin e pikave kufitare me Serbinë, por edhe ky proces po has në pengesa të udhëzëve politik lokal serb, të cilët nuk duan doganën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mos funksionimi i doganave në këto 6 muaj ka shkaktuar buxhetit të Kosovës humbje prej 8 milion eurosh. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.